Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Fansat shqetësohen për gjendjen e Gjestit. Ky i fundit flet me veten në pasqyrë. Gjesti është një nga banorët me qëndrimin më të gjatë në reality show-n e njohur. Pas qëndrimit të tij në Kosovë, ai menjëherë u inkuadrua në Shqipëri, ku tashmë ka shënuar mbi 150 ditë i izoluar. Në një video e cila po bëhet virale në rrjetet sociale, shihet se këngëtari po flet me veten para pasqyrës. Shumë fansa janë shqetësuar nga ky veprim dhe kanë shprehur vërtet preokupimin e tyre sepse këto veprime mund të jenë pasojë e izolimit të gjatë.